Do me thonë, nesër Ramazan. Sonte fillojmë natën e parë të Ramazanit. Çdo të thotë nata e parë e Ramazanit. Nata e parë e Ramazanit do të thotë hapen dyert e qiellit, hapen dyert e parajsës, mbyllen dyert e ferrit, prangosen agresorët prej djajve, me lajket luten për njerëzit, koha për të bërë vepra të mira, koha për të larguar nga veprat e këqija, koha për sa më shumë reflektim, koha sa më shumë për të përkushtuar Kur'anit, koha sa më shumë për të falur namaz në xhami, sidomos namazin e teravive, koha për të pritur natën e Kadrit, koha për të qenë bamirës, koha për të qenë më human, koha për të qenë më njerëzor, koha për të qenë më të prekur, më të ndjeshëm, koha më e bekuar e Zotit. Nuk ka muaj që të jetë quajtur nga Zoti i bekuar siç është quajtur muaji i Ramazanit. Nuk është nga muajt e shenjtë, por është muaj i bekuar. I bekuar do të thotë i mbushur me mbarësi, i mbushur me bekime, vetëm të mira sjell Zoti në këtë muaj. Do me thënë, sonte ne futemi në natën më të mirë që mund të ekzistojë dhe nesër do të jemi në ditën më të mirë që mund të ekzistojë. Sonte është Ramazan, sonte ne fillojmë me shpresën e Zotit, atë që Zoti thotë në Kur'an: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Garoni, nxitoni në dyert e parajsës, në dyert e mëshirës, në dyert e faljes, të cilat e kanë gjerësinë më të madhe se sa gjerësia e qiellit dhe tokës, e përgatitur për njerëzit e devotshëm. Ne sonte hymë në atë që Zoti thot në Kur'an: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit në të cilin zbriti Kur'ani. Zoti na bëft nga ata njerëz që e lexojnë Kur'anin, jetojnë me Kur'anin, jetojnë me traditën e profetit alayhi salatu selam, zuar mbarësi, bekime dhe qoftë Ramazan, Ramazani i reflektimit, Ramazani i lotit, Ramazani i përkujtimit, Ramazani me Zotin sa më afër dhe me njerëzit sa më afër. Ju du fort gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.